Këtë të hënë, në Tiranë është zhvilluar një konferencë ndërkombëtare mbi kërcënimet e reja që vijnë nga inteligjenca artificiale e përdorur në mënyrë keqdashëse nga shtetet armiqësore. Konferenca me titull Kundër AI-së koercitive e organizuar nga Qendra Amerikane për Luftimin e Ekstremizmit dhe Terrorizmit, ACCET, mblodhi ekspertë të sigurisë, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe drejtues institucionesh shqiptare në ambientet e hotelit Mac Albania. Në hapje të takimit përshëndetën të pranishmit, Arjanit Sheu, drejtori ekzekutiv i ACCET-it, Lady Dervishi, drejtoresh në Ministrinë e Brendshme për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, Dwayne Lee, nënkryetar për programet globale në ACCET, dhe Edward Anderson, përfaqësues i OSBE-s për sigurinë publike dhe bashkëpunim me komunitetin. Ata theksuan nevojën për një strategji të përbashkët ndaj rreziqeve të inteligjencës artificiale që në duar të gabuara po përdoret për të goditur institucione demokratike dhe për të destabilizuar sigurinë kombëtare. Ligjërata kryesore u mbajt nga Scott Bates, ish këshilltar i lartë në Komitetin për Sigurinë e Brendshme në Kongresin Amerikan dhe antar i lartë i projektit për sigurinë amerikane. Ai nënvizoi se inteligjenca artificiale mund të shërbejë për sigurinë publike, por gjithashtu edhe si armë nga shtetet keqdashëse. Në vijim të konferencës, Edward Anderson nga OSBE paraqiti një analizë të thellëuar mbi përdorimet dhe rreziqet e teknologjisë, ndërsa Gledys Nano, ish drejtori i Policisë së Shtetit dhe kandidat për doktoratur, foli për ndikimet e huaja përmes AI-së në rajonin e Ballkanit. The disadvantages of the AI in this field, right? So I want to be a little bit more positive as far as all disadvantages work. Konferenca u mbyll me diskutime dhe rekomandime konkrete për të mbrojtur sistemet demokratike, për të rritur rezistencën institucionale dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërkufitar në fushën e sigurisë. Ky takim, sipas organizatorëve, vjen në funksion të angazhimeve të Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian dhe për forcimin e lidhjes me partnerët strategjik të saj, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës.